në lidhje me mbështetjet, i kemi dy sjellje të ndryshme. Pra kemi amerikanët, të cilët kanë një sjellje ndryshe dhe të cilët kanë thënë nëse do vriten do ndërhyjnë apo jo ushtarakisht, kjo është për tu parë. Nesër presidenti Trump do të marrë një përgjigje dhe kemi nga ana e Evropës një heshtje, them të drejtën. Domethënë nga ana e Evropës, se si shpjegon? Nuk di si ta shpjegoj dhe unë. Nga ana e qeverive evropiane e shpjegoj sepse të gjitha kanë interesa në lidhje me energjetikën brenda Iranit. Sidomos vendet kryesore që janë Itali, Gjermani dhe Francë. Nga ana qeveritare, nga ana politike. Këtu ajo që mungon që unë jam pak, domethënë që më bezdis në thelb, është heshtja e të majtës evropiane në lidhje me protestat që po zhvillohen në Iran. Pra, kemi një heshtje politike dhe kemi një heshtje shoqërore të asaj që është e majta në përgjithësi. Do desha shumë më tepër përfaqësim të majtës evropiane në lidhje me përjashtim të gjelbërve që janë në Gjermani, po ato kanë një influencë sepse kanë pas shumë antar iranian brenda tyre. Të gjitha partitë e tjera të majta janë pothuajse në heshtje ose me fjali shumë të vakta. Gjë që do të ishte e mirë që të kishim shumë më tepër mbështetje. Këtë iranianët e dinë. E dinë sepse është, le të themi, kësaj radhe ndoshta nga ana amerikane ka më tepër sepse e panë që vepruan në qershor. Izraeli nuk do kishte vepruar nëse nuk do kishte pasur një mbështetje amerikane. Kështu që e dinë që ka një mbështetje amerikane, por e dinë që dhe Evropa është e vakët. Për sa i përket botës në përgjithësi, që nga 2009 u lanë vetën nga Obama. Domethënë, dhe amerikanët kanë lënë shumë vetëm protestat dhe shpirtin opozitar brenda Republikës Islamike. Kësaj radhe dhe në qoftë se do ndodhi që të bjerë regjimi, pa dyshim që relacionet më të ndaja dhe më të mira do të jenë me Amerikën.